Në këtë rast, cili ishte kontributi për rihapjen e shkollave? Po, shif ato kontribut, unë çdo herë them se çdo herë fjalën e ka rinia. Dhe kur e them se fjalën e ka rinia, pas mbyllje paralele, kuptohet ju jeni të ri, po asaj kohë kishte represialet të mëdha, ato që banë rezistencë. Dhe nga ata që banë rezistencë pushteti jo pak, mbi 300 arsimdashës, po kishte mesin atje prind, arsimtar, nxënës i burgosi. Dhe kjo bani që disi të menduan ato pushteti se do t'i heshtin. Po ashtu kishte edhe që kaluan dirëve të organeve të mëshme 1500 arsimdashës, ato që morën pjesë në demonstratën që ishte në vitin 1988 për mbrojtjen e arsimit me 29 kusht. Dhe kjo efori që ishte nga pushteti për friksimin e shqiptarëve, me mbylljen e gjithë aktive paraleleve, shqiptarët tani vetëm u mobilizuan në mënyra tjera. E spari, një iniciativë vitin 1989 ishte nga studentët e Kumanovës që ishin në Prishtinë dhe ato u drejtuan me kërkesa dhe peticion kundër mbylljes së këtyre paraleleve. Por nuk patën sukses, pasi pushteti sikur çdo herë heshtke dhe u bën të shurdhur me kërkesave si të studentëve, po edhe prindërve dhe arsimtarëve të cilët asaj kohë reagonin në institucionet që ishin, si në Republikën e Maqedonisë, po veçanëse Jugosllavia ishte atë në Federatën Jugoslave. Dhe aty përgjigje nuk patën. Kjo zgjati deri më vitin 1990, ku u mobilizuan qytetarët, pasi pushteti dhe politikë borxhit asaj kohë nuk dëgjonin për këto kërkesa. Atëherë, në vitin 1990, u formu një vend, këshill nga qytetarët, ku morën pjesë shumë subjekte, por për fat të keq, edhe pse u vendost që në shkollën Bajram Shabani të hapen të paralele, pushteti nuk i dha përgjigje atij projekti të cilin banën qytetarët, kështu që dështoj. Dhe më pas, unë nga shkolla ku vje, atësaj kohë në vitin 1991 ishim në drejtoritë përdhunshme, dhe drejtori I cili ishte në asaj kohë drejtori përdhunshme, para kohë shkoj atje ku nga kisha ardhën, dhe ishte fati ashtu që asaj kohë ishin edhe disa turbulenca tjera në shkollat fillore,